Çfarë është qëndrimi i barkazi dhe a i duhet ai realisht bebushit tënd? Qëndrimi i barkazi nuk është gjë tjetër veçse vendosja e bebushit tonë në pozicion shtrirë në bark. Është një pozicion goxha i vështirë sepse normalisht shoqërohet me rifuzime nga ana e bebit dhe prindi nga ana tjetër e shmang fare si pozicion. Por përveç se është një pozicion i vështirë, është një pozicion themeltar që e ndihmon bebin për arritjen e fazave të zhvillimit motorik gjatë vitit të parë të jetës. Dhe arsyeja e parë fare është ndihmon bebin që të mësojë të kontrollojë muskulaturën e qafës së vet. Do thoni ju po mirë, bebi mëson vetë të gjë në mënyrë natyrale. Po, është e vërtetë. Por shikoni pak një të poshtë lindur, i cili ende nuk është në gjendje që të ngrejë kokën e vet lart. Dhe ne kur mundohemi ta marrim nga pozicioni shtrirë, që është në kurrizë në krevat, gjithmonë sigurohemi të vendosim dorën poshtë kokës që ne të përballojmë peshën e kokës së bebit, sepse bebi ende nuk është në gjendje që ta ngrejë kokën vet. Dhe ne tani për ta ndihmuar bebin që të forcojë muskulaturën e qafës në mënyrë sa më natyrale dhe më të shëndetshme të mundshme, e vendosim bebushin tonë në pozicion barkazi dhe nëpërmjet një stimuli, pra e ndisim bebin që të ndjek stimuli dhe të ngrejë kokën e vet lart. Pra duke aktivizuar kështu muskulaturën e qafës dhe të kokës kundër forcës së gravitetit, bebi ndjek stimulin për të ngritur kokën lart. Dhe nëpërmjet praktikës ai arrin që të forcojë muskulaturën. Prandaj kjo është arsyeja e parë pse rekomandohet qëndrimi i barkazit tek bebushat e posalindur. Dërgoja këtë video një mikeshe që është në pritje të ëmbël për ta ndihmuar që të përgatitet se si ta stimulojë bebushin e saj në mënyrë më të mirë të mundshme kur ai të vinë në jetë.